Përshëndetje. Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të ndarë së bashku lajmin tashmë më të bukur. Përfundoi një epizod tepër i suksesshëm, përfundoi një sezon jashtëzakonisht e bukur që në fakt na mbërtheu të gjithëve për ekranit. Të gjithë familjarëve të Mimoza Ahmetit, të gjithë fansave të Mimozës, një audiencë jashtëzakonisht e gjerë në fakt, që e mbështetën që nga dita zero Mimozën në këtë rrugtim kaq të bukur në Ferma VIP, ju uroj të gjithëve dhe Mimozës personalisht ta gëzoj këtë çmim, ta shijoj këtë çmim dhe ta jetoj sepse e ka merituar. I dha një ngjyrë të jashtëzakonshme Fermës dhe e bëri formatin më të bukur. Sinqerisht, është për t'u duar trokitur dhe për t'u falenderuar Eduard Grishaj fillimisht, Arbana Osmani, Olta, të cilët dhuruan për 2 muaj e ca, do me thënë, le ta themi kështu, 3 muaj si janë bërë të plota, dhuruan një emocion të jashtëzakonshëm, dhuruan një spektakël të papar dhe dhuruan ngjyra të bukur të banorëve që realisht ishte një përzgjedhje ideale që ishte bërë e këtij kasti. Mimoza Ahmeti ishte qershia mbitorët e një Ferma VIP që unë tashmë do të flas me shumë nostalgji dhe e them me bindje të plot që do të më merr malli të hap vizionin, të hap Fermën dhe të shikoj një personazh që kur fliste me shumë pasion, kur jepte mësime nga jeta e saj, nga ajo se çfarë kishte kaluar dhe kur tregonte për fëmijët e saj, tregonte gjithmonë atë forcën e nënës që nëna di të qesh edhe në momentin kur sytë e saj mbushen me lot. Mimoza Ahmeti, fenomeni shqiptar që tashmë mbërtheu të gjithë audiencën, bëri për vete të gjithë publikun, sot triumfon të jetë fituese dhe të gëzoj çekun e 129.000 eurove që në fakt mua më dhimbsen, sepse unë do kisha dashur shumë që të ishin 200.000 euro, por strategjia e lojës, konkretisht strategjia e lojës e Ilirit, uli krejtësisht çmimin dhe sot Mimoza ka 129.000 euro. Gjithsesi është një shumë jashtëzakonisht e bukur dhe mendoj që Moza do të ketë tashmë një jetë më të qetë, do të ketë tashmë një jetë më të lumtur dhe të jesh gjithmonë mirënjohëse ndaj Zotit, të jesh gjithmonë falënderuese ndaj Zotit dhe t'i gëzohesh me lumturi asaj që Zoti ta ka dhënë, sado e vogël apo e madhe të jetë ajo, ndërsa ti shpirtërisht të ndjesh e plotësuar, me patjetër që Zoti në një pikë të jetës të sjellën të gjitha atë mundin që ti nuk e arritur dot ta marrësh me vite, dhe unë mendoj që sot Mimoza në moshën e saj, 60 e ca, u vlerësua për atë që të tjerët nuk ja kanë dhënë, për atë që Mimozës ja kanë mohuar dhe për atë që Mimozës ja e kanë shtypur me këmbë. Dhe sot, ky personazh fal Eduard Grishaj dhe Arbana Osmani, se pa marrë parasysh sado ne që të gjykojmë produksionin për lëvizjet që ne nuk na pëlqejnë, po të mos ishte Eduardi dhe Arbana, Mimoza nuk do t'ishte ky fenomeni sot dhe Mimoza nuk do t'ishte në këtë stad ku është. Uroj me zemër sinqerisht që të jetë gjithmonë mirënjohëse ndaj Eduardit dhe Arbanës, sepse unë jam i bindur që Mimozës tashmë do t'i hapen shumë dyer, do t'i hapen shumë rrugë dhe të gjithë shqiptarët do t'jenë të fokusuar se çfarë do të thotë Mimoza, si do ta ketë qasjen Mimoza dhe çfarë do të bëjë Mimoza në jetën e saj. Mimoza Ahmeti për orë të tëra na ka mbajtur mbërthyer për ekrani, e kemi ndjekur të gjithë, e kemi jetuar të gjithë, kemi qarë me Mozën, kemi qeshur me Mozën, jemi gëzuar me Mozën dhe i kemi dhënë mbështetjen e madhe
një gruaje që realisht e meritonte dhe unë jam krenar që ne si popull shqiptar, ne si shqiptar promovojmë vlerat të grave shqiptare që në realitet gruaja shqiptare është kjo. E zgjuar, e mençur, dinjitoze, e bukur, fantastike dhe një nënë e përkushtuar në formën e saj, por për të mos ndalur edhe ëndrat e fëmijëve, do të thënë një familje që realisht duken që kanë marrë më të mirat e nënës së tyre. Unë mendoj që sonte Mimoza nuk do t'i ketë më ato halle që i ka patur. Më kujtohet fjala e parë që Mimoza e ka thënë në fermë që me jetën që bëj unë jashtë, jam shumë e lumtur këtu brenda. Do të thënë, ajo që ne kuptuam dinamikën e vështirë që Moza kalonte jashtë dhe atë luftën e madhe që ishte aty brenda tepër e vështirë, do të thënë ishte 10 herë më keq jashtë. Kjo e bëri publikun shqiptar që ta duartroket, ta voton dhe Moza të shndrohet në fenomen, të komentohet shumë dhe të flitet për të në një mënyrë të madhe, do të thënë e gjitha audienca shqiptare të mbështetet tek Mimoza Ahmeti. Unë them që Mimoza për post çmimit 129.000 euro ka se çfarë të sheh jashtë. Ka të sheh një Instagram me 100.000 followers, që jam i bindur që do të shokohet në momentin që do ta sheh. Do të shikoj një mal lajmesh, një mal komentimesh me qindra miliona klikimesh, komente rreth familjes së saj, do të dëgjoj për nënën, për tjatin që kemi folë të gjithë me krenarin më të madhe, kemi vlerësuar familjen e Mimozës, kemi vlerësuar njeriun e Mimozës dhe mendoj që kjo dashuria tashmë Mimozën që e pret dhe kjo dashuria tashmë Mimoza që do ta jeton, do t'jetë dhurata më e bukur që realisht nuk e kanë as vlerën ato parat të cilat i mori Mimoza. Kështu që unë mendoj që Mimoza arriti që në një pikë të jetës së saj të mos të vdes pa jetuar edhe këtë namin e madh të cilin ajo e meriton. Unë ju uroj të gjitha të mirat, shpresoj me zemër sinqerisht që të realizoj ëndrat e saj, të rregulloj jetën e saj dhe të vazhdoj të kontribuoj në shkrim, në poezi të bukura, në vlerën të bukur që na ka sjellur Mimoza Ahmeti, sepse një fenomen si Mimoza na duhet në shoqërinë tonë shqiptare. Uroj që të jetë e mira e këtij vendi dhe uroj që vazhdimësia e saj të jetë kontribuese për Shqipërinë dhe për shqiptarët në tërësi, pa marrë parasysh ku jetojnë ato, sepse Mimoza u bë fenomeni shqiptar, këtu përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, edhe Kosovën, edhe diasporën, edhe Malin e Zi, edhe Çamërinë, edhe Luginën e Preshevës, domethënë kudo ku ka shqiptar, Mimozën e admironin dhe e donin pafund. Do të na merr malli për Arbanën në një reality show të këtill, do të na merr malli për Eduardin, për një organizim të jashtëzakonshëm, do të na merr malli për një fermë, sepse e jetuam dhe ne bashkë me to. Uroj që të ketë një edicion të 4 dhe uroj që të jetë përsëri nga Arbana dhe ne ta presim me kënaqësi. Ta gëzosh Mimoza çmimin dhe Zoti qoftë me ty.